Rejhani rindeste bate me ish-gruan e tij, sa po përmend martesën ligjore të vajzës së tyre Qimenit me Gokhanin që ende nuk është divorcuar nga nëna e fëmijëve të tij. Ai tregon hapur asgjë që është pro asaj martese dhe kështu marrëdhënia mes tij dhe Këvëllxhëmit rrëzohet sërish nga e parë. Ndërkohë, marrëdhënia mes Abdullahut dhe Pembes është rrëzuar për të mos u ringritur më asnjëherë, sato që Pembe ngulmon se nuk do ja jap kurrë kënaqësinë e divorcit që ai jetoi me Alevin. Më si qetë, Abdullah i bën të qartë Pembes se askush nuk mund të mohojë dot gjithë sakrificën që ajo ka bërë për atë familje, se sa nën vetmohuese është e çdo gjë tjetër, por në të njëjtën kohë thekson se zemra e tij rreh për Alevin dhe vetëm atë dëshiron të jetë. Përtej çdo gjëje që Abdullahu mundohet të përmbledh në bisedën e tij të shkurtër, Pembe ngulmon që nuk do të divorcohet kurrë nga ai, as kur Alevi e lëndon, duke i kujtuar faktin që tani më është e padëshiruar në atë shtëpi dhe duhet ta pranojë humbjen. Të nesërmen në mëngjes, nusja e asaj shtëpie, Nilai, do të telefonojë Duan për t'i kërkuar që t'i takojnë fëmijët e tyre, pasi ato janë kushërinj dhe duhet ta njohin njëri tjetrin, pavarësisht të gjitha marrëdhënieve të prindërve të tyre. Pas ngulmimit të Nilait, Dua pranon, por me t'u takuar, kupton se Nilai ka patur një tjetër qëllim. T'i kërkojë asaj një ndier shumë të madh, lidhur me prejardhjen dhe të shkuarën që i është mohuar Nilait. Nilai e lë pa fjalë Duan, duke i treguar se ka mësuar që ajo është një fëmijë ngjisur nga një tradhti, ku nëna saj ka ngelur shtatzën nga pronari i vilës ku punonte si shërptore, dhe që askush mos e mësonte, e ka ndhëruar beben sapo ka ardhur në jetë. Tani më, Nilai kërkon të gjejë familjen biologjike dhe të kërkojë edhe pasurinë që i takon më të drejtë, por është e vetëdijshme që nuk do arriti formuloj vetë fjalët, ndaj dhe kërkon ndihmën e Duas që ajo të shoqërojë në takim, gjë që Dua e pranon për hir të fatit të keq të fëmijërisë së Nilait. Larg këtyre ndodhet motra e Duas, Qimeni, e cila ende nuk e ka kuptuar llojin e familjes ku ka pranuar të shkojë për Gokhanin, por as Gokhanin vetë se si është ai. Ndaj dhe thërret pafajësisht me Tehanin në shtëpi që të takohen. Me Tehani përpiqet të sigurohet që Qimeni po trajtohet mirë në atë shtëpi, por acarimi i Gokhanit në shtrëngimin e dorës kur vjen dhëgji në aty, do e trem paksa. Qartazi, me Tehani largohet, dhe poq qartazi, Gokhani i sqaron Qimenit se asnjëherë më nuk do të takohet me shokun e saj vetëm për vetëm.